Mirëmbrëma të nderuar, zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror informativ këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Tirana me syt nga Brukseli për raportin i bar, qeveria optimiste për të marrë lajmin e miratimit, pritet vendimi final i vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Gjykata e posaçme rikthen në prokurori dosjen e gjyqtares Irena Gjoka, kërkohet plotësimi i hetimeve nga SPAK brenda një afati kohor prej 6 muajsh. Firma e VIP-ave vendos rekord në Instagram me 1 bilion shikime, 2 konkurrent në televotim kok më kok, një prej tyre mbyll rrugëtimin të premten. Vjojmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Vendet anëtare të Bashkimit Evropian janë pranë marrjes së një vendimi final për raportin i bar, i cili do t'i hapte rrugë mbylljes së kapitujve të anëtarësimit. Grupi negociues vijoi diskutimet në Bruksel dhe të premten, raporti pritet të kalojë për miratim në mbledhjen e ambasadorëve të vendeve anëtare të Unionit, ndërsa ministri i drejtësisë deklaroi se procesi po lëviz në drejtimin e duhur. Shqipëria pritet të kalojë një prej provave më të rëndësishme në procesin e negociatave për anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Mësohet se në Bruksel vendet anëtare janë afër arritjes së dakordësisë për tekstin e pozicionit të përbashkët të ndërmjetëm për grupin e kapitullit të parë. Çështja e Shqipërisë u diskutua këtë të martë në mbledhjen e grupit të punës për zgjerimin, i njohur me emrin Koela. Dhe të premten, miratimi i pozicionit të përbashkët për grup kapitullin e parë, ose thënë ndryshe, miratimi i bar, do të kaloj për miratim në mbledhjen e ambasadorëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Në emër të qeverisë shqiptare, ministri i drejtësisë Toni Gogu u shpreh optimist për zhvillimet në Bruksel. I bari ishte një proces teknik dhe është një proces që progresoi tashmë ka kaluar nga grupi i punës në grupin e ambasadorëve të vendeve anëtare, të vendeve të përhershme, dhe tregon që procesi lëviz, procesi ecën dhe ka mbështetje faktike dhe institucionale të çdo mase nga ana jonë, pra nga ana e shtetit shqiptar. Pas miratimit të këtij dokumenti, edhe nga ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, pritet të caktohet data për konferencën ndërqeveritare. Me miratimin e IBAR, Shqipëria do të nisjen e mbylljes së kapitujve për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha priti në Tiranë homologun e tij malazez Ervin Ibrahimović. Ata vlerësuan progresin e shënuar në të dyja vendet, sidomos me reformat që lidhen me integrimin evropian. Si dy vendet pararojnë në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian, Shqipëria dhe Malizi janë të fokusuara tek përmbushja e kushteve të lëna nga Brukseli. Kështu u shpreh ministri i Jashtëm Ferit Hoxha, teksa krah homologut e tij malazez Ervin Ibrahimović, theksoi se dy vendet kanë të gjitha kapacitetet e duhura për të arritur standardet evropiane. Shqipëria dhe Malizi konsiderohen sot nga të tjerët si vende pararojë në procesin e zgjerimit, një proces i bazuar në merit, ku matësi kryesor është ecuria konkrete dhe cilësia e reformave të marra. Për Shqipërinë, përparimi në rrugën drejt Bashkimit Evropian vlerësohet mbi bazën e rezultateve të prekshme, për kushtimit të qëndrueshëm dhe aftësisë për të përmbushur standardet dhe detyrimet që rezultojnë nga procesi në cilin jemi angazhuar për të ardhmen tonë evropiane. Për krye diplomatin Ibrahimović, Shqipëria dhe Malizi janë shembull i bashkëpunimit në rajon. Objektivi ynë është anëtarësimi i Malit të Zi në Bashkimin Evropian gjatë vitit 2028. Jemi të inkurajuar nga mbështetja e shteteve anëtare për të arritur këtë objektiv. Malizi mbështet fuqimisht integrimin e të gjithë Ballkanit Perëndimor. Është domethënëse që Malizi dhe Shqipëria janë aktive në negociata. Dy vendet tona do të vijojnë të tregojnë shembullin e përgjegjshmërisë dhe bashkëpunimit në rajon. Ndryshe nga vendi ynë, Malizi tashmë ka avancuar më tej në procesin e anëtarësimit. Fshinjet Ballkanas fituan statusin e vendit kandidat në dhjetor të vitit 2010, ndërsa negociatat u hapën më 29 qershor 2012. Deri në mars të vitit 2026, Malizi hapi të gjithë kapitujt negociues dhe 14 prej tyre janë mbyllur tashmë.
Gjykata e posaçme ka vendosur të kthejë në prokurorinë e posaçme çështjen e gjyqtares Irena Gjoka për plotësim hetimesh. Vendimi u mor nga gjyqtarja Marinela Osmani, e cila i ka lënë SPAK-ut një sër detyrash për t'i plotësuar brenda 6 muajve. Irena Gjoka u kallëzua nga Partia Demokratike pasi sipas saj ajo ka fshehur në formularin e dekriminalizimit një dënim të dhënë nga një gjykatë greke. Nga ana tjetër, SPAK kërkoi pushimin e procedimit penal me argumentin se procesi është zhvilluar në mungesë. Sipas prokurorisë, nuk është vërtetuar nëse Irena Gjoka ka qenë në dieni të dënimit, duke shtuar se ndjekja penale lidhur me këtë fakt rezulton e shuar për shkak të parashkrimit. Ish drejtoresha e Akshit, Mirlinda Karçana, ishte këtë të martë në SPAK në zbatim të masës detyrim paraqitje. Ajo është marrë pandehur për shkelje të barazisë në tendera dhe duhet të paraqitet tashmë 2 herë në muaj në prokurorinë e posaçme. E pyetur nga gazetarët pasi doli nga ambientet e SPAK, Karçana i zgjodhi të mos jepte asnjë përgjigje lidhur me akuzat që rëndojnë ndaj saj. Mirlinda Karçana është nën hetim për procedurat e zhvilluara nga Akshi në 12 tendera, ku ka dyshime se fituesit ishin të paracaktuar. Kodi i ri penal është në fazën e fundit të përgatitjes dhe shumë shpejt drafti do të konsultohet me ekspertët ndërkombëtar. Ministri i Drejtësisë tha se ndryshimet sjellin një politikë më të drejtë penale e po ashtu godasin mash për krimin ekonomik. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu prezantoi këtë të martë prioritetet e institucionit që drejton duke vendosur një tekst të veçantë kodi i ri penal. Sipas tij po pritet ende drafti final nga grupi i punës, që më pas të konsultohet me ndërkombëtarët. Jemi në fund të tij, presim nga grupi i punës të marrim draftin për ta konsultuar me ekspertët europian. Kodi penal gjithashtu do të siguronte që korrupsioni, krimi ekonomik të kenë vëmendjen e duhur dhe t'i përgjigjen kontekstit shqiptar. Duke garantuar se do të realizohet shpresë për mirat të burgosur, ishte fjala ministrit Gogu për amnistin. Sipas tij pritet vlerësimi nga Komisioni Evropian dhe menjëherë më pas do të nisë diskutimi i saj në parlament. Do të ndodh. Patjetër që do të ndodh. Amnistia është në parlament dhe unë besoj që shumë shpejt, pasi ne të kemi marrë dhe vlerësimin e punës së madhe që është bërë në lidhje me themeloret në ditët në vijim, besoj që do të fillojë dhe diskutimi në parlament. Problematikave për hartën e re gjyqësore e kundërshtuar fort sidomos nga avokatët, Gogu tha se sipas ligjit ajo do të rishikohet pas 2 vitesh. Besoj që kemi një detyrim ligjor për të filluar rishikimi vitin tjetër dhe për ta bërë rishikimin brenda 5 vjetëve që i bie 28-s. Por, nga ana tjetër, duhet të them që duhet të shohim se si kjo hartë që ne kemi sot duhet të ketë në dispozicion të gjithë elementet e saj. Kërkesat e pandehurve Ilir Meta, Arion Veliaj dhe Ilir Beqaj, të cilët kanë kombëngulur për transmetimin live të seancave gjyqësore, por nga ana tjetër gjykatat kanë refuzuar, duke lejuar kamerat vetëm për pak minuta. Ministri Gogu tha se kjo vendimarrje takon vetëm togave të zeza. Lideri i opozitës Sali Berisha ju përgjigj akuzave të Ervin Salianit për zgjedhjet në Partinë Demokratike. Ai deklaroi se ish deputeti demokrat u vetë përjashtua, ndërsa akuzoi se po bashkëpunon me Edi Ramën. Lideri historik i demokratëve Sali Berisha mbrojti sërish procesin e zgjedhjeve të brendshme dhe faktin që ai është i vetmi kandidat në garën për drejtimin e partisë më të madhe të opozitës. Në një komunikim me gazetarët, Berisha përsëriti se edhe në partitë politike evropiane, në rastet kur kryetari i ri kandidon, përballti nuk ka rival. Pse nuk hyn në garë? Jo se s'mund të hyn në garë, mund të hyn plotësisht, por sepse nuk dëshirojnë të angazhohen në një garë që nuk kanë të sigurt rezultatin. Berisha komentoi edhe lëvizjen e fundit të Ervin Salianit, i cili nuk u lejua të marrë pjesë në gare, por këtë ka dërguar një letër pranë Partisë Popullore Evropiane, pjesë së cilës është edhe Partia Demokratike. Ai natyrisht ka të drejtat. E ti mund të shkruajë letra ku të dojë, është i lirë. Sikundër, është i lirë të drejtohet organeve të partisë ku të shpreh ankesën, megjithse ai u vetë përjashtua, zgjodhi vetë përjashtimin. Ndaj dhe letrat e shkruara nga zyra e Edi Ramës apo ndonjë tjetri
nuk kanë asnjë vlerë për Sali Berishën. Berisha, i cili të shtunën do të marrë votën e demokratëve për të drejtuar PD-n edhe në 4 vite të ardhshme, akuzoi sot qeverinë për dështim me ekonominë. Sipas Berishës, kostoja e jetesës në vend është rritur, ndërkohë që korrupsioni sipas tij kalon edhe fondin e dedikuar për pensionet. Vjedhja në tendera arrin në vit në 1.2 miliard euro. Vjedhja në tendera të i kalon fondin e pensioneve të Shqipërisë. Vetëm në tendera. Berisha lajmëroi se me përfundimin e zgjedhjeve të brendshme, opozita do të rinisë protestat kundër qeverisë Rama. Një 23 vjeçar i quajtur Leonardo Dema, i kërkuar në Itali për tentativë vrasje, është plagosur nga policia pasi tentoi të godiste me makinë efektivët e po ashtu ka drejtuar atyre edhe pistoletën. Ngjarja ndodhi në aksin Mamura Slaç pranë një pike karburanti. Policia kishte të dhëna për vendodhjen e tij dhe u përpoq ta arrestonte. Por Leonardo Dema nuk është bindur, madje bëri rezistencë me armë. Gjatë operacionit, policia u kundërpërgjigj duke e plagosur. Ai është vënë në pranga së bashku me 28 vjeçarin Armando Fufi që e shoqëronte në makinë. Gjykata ka caktuar masat e sigurisë për 4 drejtuesit e Komisariatit të Policisë Saran, të cilët akuzohen se shpërdoruan detyrën duke lejuar ndërtime e paleje. Gjyqtari vendosi arrest me burg për 30 ditë ndaj Gëzim Bashllarit dhe Robert Cullajt, ndërsa për Ajdin Islamajn dhe Andi Duron caktoi masën e arrestit në shtëpi. Prokuroria kishte kërkuar më shumë ditë arresti në burg me argumentin se do të paraqiten prova shtesë, ndërkohë avokatët kundërshtuan akuzat dhe kërkuan lirimin e tyre, duke i cilësuar arrestime të palishme dhe të pambështetura në prova. Bordi i Transparencës rriti sërish çmimin e naftës duke vendosur atë në 205 lekë për litër nga 202 që ishte që nga dita e shtunë. Rritje ka pësuar edhe çmimi i benzinës me vetëm 1 lekë për litër. Nga 1.888 lekë ajo do të drejtohet tashmë me 1.890 lekë për litër. Çmimet e reja kanë hyrë në fuqi dhe do të mbeten në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Spektakli Ferma VIP ka arritur një tjetër rekord audience me 1 bilion shikime në Instagram në më pak se 2 muaj. Mbrëmja e të hënës nxori në pa përplasjet mes konkurrentëve që po bëhen gjithnjë e më të forta. 2 fermerë janë në televotim dhe të premten publiku do të vendosë se kush do të largohet. Mbrëmja e 16 e spektaklit Ferma VIP solli në ekranin e Vision Plus një tjetër natë plot emocione, tensione, debate të forta dhe surpriza që pritet të ndryshojnë dinamikat e lojës. Në drejtimin e Vita Production, reality show i rekordeve vijon të dominoj audiencën në të gjithë trevat shqipfolse. Ndërsa gjatë spektaklit u bë publik edhe lajmi se Ferma VIP 3 ka arritur plot 1 bilion shikime në Instagram në vetëm 50 ditë transmetim. Një televotim i hapur që prej ditës së premte ka mbajtur në ankth 9 të nominuarit, ku mes tyre 3 fermerët më pak të votuar rezultuan Henry, Blerina dhe Bujaka. Si pasojë ata u përballën në një sfidë nga e cila doli fitues Bujaka, ndërsa Henry dhe Blerina kaluan menjëherë në një televotim kok më kok. Njëri prej tyre do të ndërpres të premten rrugëtimin, e vendimi i takon vetëm publikut. Në këto qaste, deklaroj zyrtarisht të hapur televotimin! Një nga temat më të komentuar të mbrëmjes ishte padyshim krisja e miqësisë mes Kostanës dhe Zhakut. Megjithatë, për një pjesë të fermerëve, i gjithë konflikti mes tyre ishte i stisur. Dyja kanë vendosur që këto të dyja të krijojnë situatë bashkë. A mendon që është e stisur, Sara? Patjetër që po. Debati mori një tjetër dimension me ndërhyrjen e Mosës, e cila mbrojti Kostanën dhe deklaroi se Zhaku duke në një gjendje të rënduar psikologjike. Kjo deklaratë solli reagimin e ashpër të Zhakut, duke ndezur një tjetër debat të fortë. Je barbare komplet. Po e di çam bëri dje. Një risi e rëndësishme e mbrëmjes ishte prezantimi i platformës Vitamina, një hapësirë online ku publiku mund të mbështesë fermerin e preferuar.
Përmes faqes vitamina.vision+.tv, ndjekësit do të kenë mundësi të hynë virtualisht në fermë dhe të shprehin publikisht mbështetjen për fermerët e preferuar. Klikoni në vitamina.vision+.tv. Në fund, spektakli solli edhe një nga momentet më emocionuese të kësaj nate. Ilir Shaqiri u përball me një shaka ku ju tha se vajza e tij Emily ishte martuar pa praninë e tij. Por surpriza u kthye shpejt në lumturi kur Iliri u takua me vajzën dhe partnerin e saj. Spektakli i mbrëmshëm ishte një pasqyrë e vërtetë e intensitetit që po fiton loja javë pas jave. Tashmë mbetet për të parë se çfarë do të sjellë televotimi dhe si do të evoluojnë dinamikat mes fermerëve. Ndërsa ju mos harroni të ndiqni 24 orë në 7 ditë të javës, si dhe në përmbledhjen ditore në Vision Plus. Kjo ishte gjithçka e përgatitur, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.